Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka propozuar rritjen e numrit të bashkive dhe rikthimin e komunave në kuadër të reformës territoriale. Sipas tij, kjo do të ofrojë shërbimet për qytetarët dhe do të harmonizojë pushtetin vendor me standardet e Bashkimit Evropian. Propozimi final do të bëhet publik pas konsultimeve në terren. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka prezantuar një propozim të ri për reformën territoriale që parashikon rritjen e numrit të bashkive dhe rikthimin e komunave. Gjatë një takimi me ekspertë, ai theksoi se kjo formulë synon të afrojë shërbimet më pranë qytetarëve dhe të përmirësojë funksionimin e pushtetit vendor sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Standardin për Shqipërinë malore kodrinore duhet të rikthejmë komunat në të gjitha zonat kodrinore dhe malore ku ekzistojnë një numër i caktuar banorësh. Unë nuk mund të them aty ku s'ka banor, sa ajo është proces i gjatë ripopullimit, por duhet rikthehen në të gjitha zonat kodrinore dhe malore në të cilat ka, sa të themin 1500 ose 1300 banorë. Berisha u shpreh se ndarja e rajoneve mund të bëhet në përputhje me modelet e vendeve të BE-s, ndërsa shtoi se drafti përfundimtar i demokratëve do të publikohet vetëm pasi të përfundojnë konsultimet me qytetarët në të gjithë vendin. Ne nuk kemi një variant përfundimtar sot, sepse varianti përfundimtar do dalë pas një debati. Kryedemokrati e kritikoi ashpër reformën territoriale të vitit 2015 duke cilësuar atë si një projekt me qëllim elektoral në favor të Partisë Socialiste. Antireforma që u bë qeverisë vendore kishte dy kritere themelore: vjedhjen, votën. Votën dhe vjedhjen, vjedhjen dhe votën. U shuan me një trënd lapsit. Në Truez ishte i pranishëm dhe bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Territoriale, Luciano Boçi, i cili deklaroi se propozimet e mazhorancës synojnë ndarjen e territorit mbi baza elektorale në varësi të interesave politike të qeverisë. Reforma administrative territoriale rikthehet në qendër të diskutimeve politike pas turezës së zhvilluar nga Partia Demokratike. Fokusi i takimit ishte rishikimi i ndarjes territoriale dhe përmirësimi i funksionimit të pushtetit lokal. Kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, nënvizoi se vendimarrja duhet të jetë më afër qytetarëve dhe të reflektojë nevojat e tyre. Reforma administrative territoriale është rikthyer në qendër të debatit politik në vend përmes një tryeze të zhvilluar nga Partia Demokratike me pjesëmarrjen e përfaqësuesve politik, pushtetit vendor dhe ekspertëve të fushës. Në fokus të takimit ishte rishikimi i ndarjes territoriale dhe forcimi i rolit të pushtetit vendor. I pranishëm në takim, kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, e cilësoi reformën si një proces kyç për të rikthyer balancat politike dhe për të përmirësuar përfaqësimin e qytetarëve. Politika vendore nuk është thjesht administrativ, është ura më drejt për drejt mes qytetarit dhe shtetit. Bashkitë janë aty ku sfidat prekin jetën e përditshme dhe aty ku zgjidhjet duhet të jenë konkrete, të shpejta dhe të ndershme. Sot, përballë sfidave lokale, ne kemi edhe një përgjegjësi më të madhe, të sigurojmë që zëri i qytetarëve tanë përfaqësohet drejtësisht, jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe në arenën ndërkombëtare. Sipas tij, pushteti vendor duhet të jetë më pranë qytetarëve dhe më i përgjegjshëm ndaj nevojave të tyre, ndërsa vendimarrja duhet të reflektojë realitetin në terren. Është thelbësore që organizimin dhe funksionimin e bashkive ta shohim gjithmonë si një interes të drejtë për drejtë të qytetarëve. Çdo vendim, çdo reformë dhe çdo iniciativë duhet të ketë në qendër nevojat reale të tyre. Ne që jemi përdit me qytetarët, mund të themi që sfida dhe vështirësitë janë të mëdha. Kjo qeverisje e ka deformuar sferën publike dhe marrëdhënien me qytetarin. Diskutimet në Truez u përqendruan në alternativat për riorganizimin territorial dhe nevojën për përfshirje më të gjerë të aktorëve vendor në këtë proces. Ky proces pritet të vijojë me konsultime të mëtejshme, me synim ndërtimin e një modeli më funksional të pushtetit vendor dhe më pranë qytetarëve. Qeveria ka ndryshuar mënyrën e ndarjes së mbështetjes për fermerët duke hequr subvencionet e naftës si zë i veçantë dhe duke integruar në paketën e re të mbështetjes. Ministri i Bujqësisë Andi Salla tha se skema e re do të jetë gjithëpërfshirëse dhe do të mbulojë më shumë kategori fermerësh. Qeveria ka ndërhyrë në skemën mbështetëse për fermerët duke riorganizuar zërin mbështetës për naftën dhe duke shpërndarë atë në kategori të tjera të ndihmës financiare. Skema e re e prezantuar ditën e hënë do të aplikohet përgjatë këtij viti, synon të jetë më gjithëpërfshirëse, më e drejtë për fermerët e të gjithë sektorëve.
Nafta është një nga mbështetjet që qeveria shqiptare deri tani e ka dhënë në uljen e kostos fermerit. Dhe sot ne kemi gjithë përfshirës në të gjitha masat që ne kemi vendosur për të mbështetur fermerët. Dhe parat janë për fermerët shqiptar. 5.2 miliard lek janë drejt llogarive të tyre në mbështetjen që ne japin. Përveç kësaj kemi dhe 10% të autofaturimit të tyre, të cila nuk përfshihet në 5.2 miliard lekshin. Pra është një masë që këto janë në skemat e drejt për drejta që ata përfitojnë. Masa tjetër që është 10% autofaturimit është në mendis Ministrisë Financave dhe sistemit të tatimeve që do të depozitojnë autofaturat. Pra ne kemi një skemë gjithëpërfshirëse dhe një mbështetje që nuk e kam pas në vitet e tjera, por tani e kemi nga 1 janari deri në 31 dhjetor të 2026. Ndryshimi më i dukshëm i skemës është integrimi i subvencionit të naftës brëmta paketës së përgjithshme, një veprim që synon përdorimin më efektiv të fondeve dhe mbulimin e nevojave më të ndryshme të fermerëve. Qeveria thekson se kjo masë synon rritjen e produktivitetit në sektorin bujqësor dhe përmirësimin e kushteve të punës për fermerët, duke dhënë prioritet investimeve që rrisin kapacitetin prodhues dhe efikasitetin e punës në fusha dhe stane. Skënder Hita ka marrë zyrtarisht detyrën si drejtori i policisë së shtetit një ditë pas emërimit. Në ceremoninë organizuar ai u betua për të mbajtur me nder uniformën e flamurit të institucionit. Hita theksoi se prioriteti i tij do të jetë lufta kundër krimit dhe rritjes së sigurisë në vend. Një ditë pas emërimit, Skënder Hita ka marrë zyrtarisht detyrën si drejtori i policisë së shtetit. Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast, ai bëri betimin solemn duke premtuar për kushtim dhe integritet në kryerjen e detyrës. Në nderin tim personal, betohem për të mbajtur me nder flamurin e policisë së shtetit. Betohem. Drejtori i ri e cilësoi këtë detyrë si një përgjegjësi të madhe, ndërsa nënvizoi objektivat kryesore të punës së tij, duke vendosur theksin tek lufta pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke nisur nga veteranët e policisë. Lufta pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke filluar dhe nga radhët tona. Rritje akoma më shumë e parametrave të sigurisë në shkolla dhe në çdo komunitet. Forcimi i rendit dhe i sigurisë në të gjithë territorin e vendit. Një mesazh të drejtë për drejtë e pati edhe për efektivët e policisë së shtetit, duke u kërkuar standard të lartë dhe përgjegjësi në ushtrimin e detyrës. Do të jem mbështetësi juaj në rrugën e drejtë, por dhe kërkues i lartë i standardeve dhe përgjegjësisë, sepse po përgatitemi për policinë e shtetit të një vendi evropian. Le të punojmë së bashku për një polici që nuk e imponon autoritetin, por e fiton atë çdo ditë përmes shërbimit dhe drejtësisë. Ju faleminderit. Në ceremoni morën pjesë dhe Albana Koçiu dhe Besford Lamadhari, të cilët vlerësuan figurën dhe eksperiencën e drejtuesit të ri, duke kërkuar rritje të standardeve dhe forcim të besimit të qytetarëve te policia. Skënder Hita ka një karrierë mbi 20 vjeçare në policinë e shtetit. Para këtij emërimi ai mbante detyrën e drejtorit policisë së Fierit, ndërsa më herët ka drejtuar edhe policinë e Durrësit, Dibrës dhe Shkodrës, si dhe ka mbajtur funksione të rëndësishme në hetimin e krimit në disa qarqe të vendit. Grupi Homeland Justice, i lidhur sipas raportimeve me Iranin, pretendon se ka sulmuar sërish sistemin kibernetik shqiptar, këtë herë duke targetuar prokurorinë e përgjithshme dhe KLG-n. Në postimin e shpërndar në Telegram, grupi deklaron se ka marrë të dhënat e institucioneve për shkak të lidhjes së tyre me kampin e Manzës. Sipas autoriteteve shqiptare, verifikimet kanë gjetur kompromise reale në sistem. Grupi i quajtur Homeland Justice pretendon se ka kryer një sulm kibernetik të ri ndaj strukturave të drejtësisë në Shqipëri. Në një postim të shpërndarë në Telegram, ky grup deklaron se ka hakuar prokurorinë e përgjithshme dhe qeverinë e gjyqësorit, KLG-n, duke theksuar se të dhënat e strukturës së korruptuar janë tashmë në duart e tyre. Homeland Justice argumenton se sulmet vijnë si pasojë e bashkëpunimit të këtyre institucioneve në kampin e Manzës. Autoritetet shqiptare kanë mohuar pretendimin. Prokuroria e përgjithshme sqaroi përmes zyrës së shtypit se pas verifikimeve nga ekspertët e sigurisë nuk është gjetur asnjë gjurmë komprometuese. Gjykata e lartë nga ana tjetër theksoi se faqja zyrtare është në menaxhimin e plotë të KLG-s dhe nuk lidhet me sistemet e brendshme të gjykatës. Qeveria e gjyqësorit shtoi se sistemi i tyre nuk është i bllokuar dhe pse komunikimi u bë përmes një kanali jo zyrtar. Pak ditë më parë, kryeministri Edi Rama pranoi se sulmet kibernetike nga Irani janë të pritshme, duke përshëndetur njëkohësisht raportin e indeksit të sigurisë kibernetike, i cili rëndit Shqipërinë në vendin e 9 për reagimin dhe mbrojtjen e hapësirën digjitale. Ekspertët vlerësojnë se këto sulme, pavarësisht se të kufizuara, tregojnë rritjen e kërcënimeve kibernetike ndaj institucioneve kritike dhe nevojën për përforcim të sigurisë në të gjitha nivelet e qeverisë.
Deputeti socialist Erion Braçe ka njoftuar zyrtarisht se do të kandidojë në Bashkinë e Tiranës. Me anë të një videomesazhi në rrjetet sociale, Braçe theksoi se kryeqyteti ka nevojë për një dimension të ri zhvillimi përfshirës dhe inovativ. Ai shtoi se kandidatura e tij nuk lidhet me ambicie personale, por me pamundësi për të sjellë më të mirën e qytetit dhe banorëve të tij. Deputeti socialist Erion Braçe ka konfirmuar zyrtarisht kandidaturën për Bashkinë e Tiranës vetëm pak muaj para zgjedhjeve vendore të 11 majit. Në një videomesazh në rrjetet sociale, Braçe sqaron motivin e kandidaturës së tij, duke theksuar se kryeqyteti nuk ka nevojë për një qasje ndryshe. Po e kam seriozisht dhe do shkoj deri në fund, me ju bashkërisht. Nuk është ambicia ime personale, nuk është interesi im personal, por mendoj që kemi një mundësi shumë të madhe për ta zhvilluar këtë qytet në një dimension të ri, përfshirës dhe ku gjithë secili gjen jo veten e tij, jo thjesht jetën e tij, por të mirën e tij. Deputeti socialist ka një mbështetje të madhe në kryeqytet. Në zgjedhjet e fundit Braçe u rëndit i dyti më i votuari në Tiranë, duke u bërë një nga figurat më të mbështetura në të gjithë vendin. Ai ka shërbyer më parë në Divjak, ndërsa më pas u caktua në një sim 5 të Tiranës, ku angazhua për denoncim dhe zgjidhjen e problemeve të banorëve. Kandidatura e Braçes vjen pas vendimit të kryeministrit Edi Rama për të caktuar Rogerta Manastirliun si kandidate për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, një vendim që u pezullua për shkak të rikthimit në detyrë të kryebashkiakut të arrestuar Rion Veliaj. Megjithatë, Manastirliu mbetet emri potencial i shumicës, pasi në asamblenë e fundit të Partisë Socialiste u caktua drejtuese politike për Bashkinë e Kryeqytetit. Me një karrierë të gjatë brenda Partisë Socialiste, Braçe ka mbajtur pozicione të ndryshme, përfshirë ato të zëvendës kryeministrit dhe deputetit për disa legjislatura, duke sjellë një eksperiencë të gjuar politike për sfidën që po pritet të përballet në kryeqytet. Pas shkarkimit si ministre e jashtme dhe mungesës në seancën ku votua heqja imunitetit të Belinda Ballukut, Elisa Spiropali ka tërhequr vëmendjen brenda Partisë Socialiste. Zërat për debate me kryeministrin Rama në mbledhjen e grupit parlamentar u përballën nga vetë Spiropali përmes një postimi në rrjetet sociale. Ajo thekson se heqja e saj nuk është mungesë përgjegjësie, por një mënyrë për të ruajtur kuptimin e përgjegjësisë dhe respektin e politikës. Elisa Spiropali pas shkarkimit nga posti i ministres së jashtme dhe mungesës në seancën ku parlamenti votoi për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, ka marrë vëmendje brenda rradhëve të Partisë Socialiste. Zërat e fundit bën të ditur se Spiropali kishte debate me kryeministrin Edi Rama gjatë mbledhjes së grupit parlamentar për të sqaruar situatën. Ligjvënësia socialiste ka përdorur rrjetet sociale duke deklaruar se heqja e saj nuk është një shenjë mospërgjigjeje. Heqja ime nuk është mungesë përgjigjeje, është një kufi i vendosur mes asaj që duhet thënë dhe asaj që duhet kuptuar, sepse në një kohë kur gjithçka kërkon të shpjegohet, rrezikojmë të humbasim kuptimin e vet përgjegjësisë. Ajo theksoi gjithashtu se mungesa e debatit nuk e zgjidh problemin, por krijon tension të padukshëm. Debati nuk shtuket, ai shtypet dhe kur shtypet nuk krijon qetësi, por grumbullim të padukshëm tensioni dhe pikërisht aty ku debati zvendçohet nga dakordësia e heshtur, meritokracia fillon të përmendet si parim, por nuk funksionon më si praktik, sepse ajo kërkon një drejtësi që nuk planon kompromise me rahatin e pushtetit. Spiropali nënvizon rëndësinë e respektit mbi rezultate, duke theksuar: në këtë pikë politika përballet me një pyetje që nuk mund ta shmang. A jemi duke ndërtuar një sistem që prodhon përgjegjësi apo një sistem që e justifikon dhe riprodhon veten? Fitoria nuk merret, ajo provohet, meritohet kur njerëzit nuk të ndjekin nga frika, por të besojnë nga bindja, dhe kur largohesh mbetet respekti, jo vetëm rezultati. Spiropali e mbyll postimin duke thënë se në një moment kur gjithçka kërkon zë, heqja bëhet forma më e fortë e fjalës. Rreth 7 muaj pas lirimit, ish kryebashkiaku i Marrës Jorgo Goro pritet të rikthehet në burg për ekzekutimin e pjesës tjetër të dënimit. SPAK ka përllogaritur se Goro duhet të vuajë ende 6 muaj e 10 ditë pas reduktimit të dënimit në 1 vit e 4 muaj. Mbrojtja ka depozituar me njëherë kërkesën për revokim të urdhrit, duke argumentuar se dënimi është lyer në periudhat e paraburgimit.
Ish kryebashkiaku i Marës, Jorgo Goro, mund të rikthehet në qyli rreth 7 muaj pas lirimit, pasi prokuroria e posaçme ka përllogaritur kohën e mbetur të dënimit pas vendimit të gjykatës së apelit që e dënoi Garon me 2 vite burg të reduktuara në 1 vit e 4 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar. SPAK ka konkluduar se ish kryebashkiaku duhet vuajë ende 6 muaj e 10 ditë. Prokurori Elvin Gjokaj ka firmosur urdhrin e ekzekutimit të vendimit, por deri tani ai nuk është zbatuar nga policia. Mbrojtja e Garos ka reaguar menjëherë duke depozituar kërkesë për revokim të urdhrit me argumentin se dënimi është lyer përmes periudhës së kaluar në paraburgim. Jorgo Goro ishte akuzuar për shpërdorim detyre në bashkëpunim me ish-drejtorin e tokës dhe menaxhimit të pronës në Bashkinë Himar, Vasilaj Strakosha, i cili është gjithashtu i pandehur në këtë çështje. Kallëzimi për këtë rast u ngrit nga Fredi Beleri, sipas të cilit në vitin 2016 Goro ka titërsuar një sipërfaqe prej 4263 metër katror tokë, duke e kaluar atë Arshile Bollanos, i komanduar si pasues në krye të Bashkisë Himar. Çështja mbetet në pritje të vendimit për kërkesën e mbrojtjes dhe mundësinë e ekzekutimit të urdhrit të SPAK-ut. Të nderuar teleshikues, ju njohim me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 1 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë kryesisht e vranët me rreshje shiu në shumë zona, ndërsa pasditja vijon me të njëjtat kushte dhe rreshje të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:17 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 14 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 10 gradë Celsius, Peshkopi 4 deri në 9 gradë Celsius, Tiranë 12 deri në 16 gradë Celsius, Durrës 10 deri në 15 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 14 gradë Celsius, Elbasan 10 deri në 14 gradë Celsius, Berat 10 deri në 14 gradë Celsius, Korç 3 deri në 6 gradë Celsius, Vlorë 10 deri në 14 gradë Celsius, Gjirokastër 8 deri në 11 gradë Celsius, Sarand 11 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 1 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu në të gjithë territorin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me rreshje shiu pothuajse në të gjitha zonat. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:11 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:08 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 4 deri në 10 gradë Celsius, Poduje 2 deri në 8 gradë Celsius, Skënderaj 4 deri në 10 gradë Celsius, Pej 4 deri në 10 gradë Celsius, Prishtinë 3 deri në 10 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 11 gradë Celsius, Malishev 3 deri në 10 gradë Celsius, Gjilan 2 deri në 11 gradë Celsius,
Perizaj 3 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 2 deri në 11 gradë Celsius. Suharek 5 deri në 11 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 9 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.